Mirë, fillojmë gjerësisht, do të shkojmë me njerë në lidhjen e parë të drejt për drejt me kolegen Keti Banushi pranë Pallatit të Kongreseve. Nga ora 9 janë këmbajtur homazhe në nderim të gjyqtarit të ndjer Astrid Kalaja. Shkojmë në këtë lidhje të drejt për drejt me kolegen Keti Banushi. Përshëndetje Keti, gjatë paraditës sot me homazhet ka nisur në orën 9 deri në orën 11, cilat ishin disa nga figurat më të rëndësishme nga sistemi i drejtësisë që nderuan kolegun e tyre. Përshëndetje Nertil, në fakt jo vetëm ditën e sotme, por omazhet ndaj gjyqtarit të ndjer Astrid Kalaja ka nisur që ditën e djeshme dhe kolegët e tij, kryesisht dhe zyrtar të tjerë kanë ardhur që ditën e djeshme kur ishte ceremonia private, por dhe ditën e sotme që janë bërë omazhet te Pallati i Kongreseve që ka nisur që nga ora 9, kanë qenë të gjitha institucionet e drejtësisë dhe përfaqësuesit e tyre, drejtuesit më të lartë të shtetit, kryeministri, presidenti, kryetari i kuvendit, grupet parlamentare të PD-s, të Partisë Lirisë, kanë ardhur për t'i dhënë lam të mirën e fundit gjyqtarit të ndjer Astrid Kalaja, por nuk kanë munguar edhe mesazhet që kanë dhënë kryesisht të njerëzit e drejtësisë për situatën e krijuar në gjykata dhe një situatë kjo e mbarsur ndoshta edhe për shumë faktor. Pra ata kanë ngritur zërin për sigurinë në gjykata dhe jo më kot ditën e nesërme do të jetë një mbledhje e përgjithshme e gjyqtarëve ku do të dalin dhe përgjegjësitë kryesore për situatën e krijuar dhe masa që duhen marrë. Kanë qenë të shumtë emrat në fakt që kanë folur ditën e sotme, po mund të përmendim kreun e gjykatës lartë që ka cilësuar situatën skandaloze, nënkryetarin e gjykatës së posaçme Erion Bani, i cili edhe ai ka cilësuar një situatë problematike ku 90% të gjykatave sipas tij nuk kanë kushte sigurie. Në të njëjtën linjë ishte edhe kreu i dhomës së avokatisë, i cili krahas situatës problematike që nuk rrezikon vetëm jetën e gjyqtarëve, prokurorëve, por edhe të palëve në proces, ka reflektuar edhe në lidhje me vetë avokatët që sipas tij duhet ketë një analizë për pritshmëritë që u japin palëve në proces. Pra duhet jetë një analizë e përgjithshme që të mos kemi në këtë situatë. Këto janë momentet e fundit në fakt ku pritet që trupi i të ndjerit, pra gjyqtarit Astrid Kalaja të dërgohet në Shkodër në vendlindjen e tij dhe atje do t'i bëhet sërish omazhe dhe më pas do të prehet në varrezat e qytetit të tij, pra në qytetin e Shkodrës, qytet në të cilin ai ka jetuar, ka banesën e tij në fakt, por ka punuar edhe si gjyqtar në këtë gjykatë dhe për disa vite dhe kryetar i gjykatës së apelit të Shkodrës. Pra këto janë momentet e fundit ku palët bëjnë reflektime, por në fakt duhet të materializohen edhe me vendime dhe për të krijuar kushte dhe siguri për gjyqtarët, të cilët në fakt duket që janë të demoralizuar edhe në bisedat që bëjmë edhe jashtë kamerave. Ndërkohë, pavarësisht alarmit që kanë dhënë si zoti Sadushi apo edhe drejtues të tjerë të sistemit të drejtësisë, do të ketë lëvizje nga drejtuesit e sistemit të drejtësisë duke filluar nga sot apo nesër? Në fakt është një situatë që ndoshta nuk zgjidhet me njëherë, por duhet nisur që nga ndërtimi godinave, siç tha edhe Erion Bani, kryetari i Këshillit i gjykatës posaçme. Pra janë godina të amortizuara, problem që është ngritur disa herë nga gjyqtarët, por dhe nga prokurorët, se nuk është i njëjti problem vetëm për gjykatat, por është dhe për prokurorinë e Tiranës kryesisht, e cila nuk ka kushte për të punuar dhe prokurorët detyrohet të lëvizin në këmbë nga prokuroria për në gjykatën e Tiranës, por edhe sa i takon prokurorive të tjera. Pra është një problem që është për të gjithë sistemin, për vetëm deri tani në këto momente mund të konsiderohet si një vend i sigurt për të punuar vetëm gjykata e posaçme dhe prokuroria e posaçme, ndërsa sa i takon pjesës tjetër të sistemit, pra gjykatave dhe prokurorive të rretheve, është e njëjta situatë dhe kërkon një vëmendje
nga ana e autoriteteve. Jo më kot ne pyetëm edhe kryeministrin, por ai nuk e pati një koment për të dhënë në lidhje me situatën dhe si do ndryhy pushteti në lidhje me ndërtimin e godinave të reja dhe kryesisht emergjente është gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, e cila në fakt përmbledh çështjet nga e gjithë Shqipëria, por jo më kot edhe gjykatat e tjera dhe kryesisht gjykata e Tiranës, Prokuroria e Tiranës, por edhe të tjera institucione. Pra të mos mbërrim deri në këto momente fatale, por duhet paralajmëruar dhe kjo në sajt të masave që duhet të merren. Pra ditën e nesërme gjyqtarët do të dalin me vendime konkrete dhe pritet në fakt të ketë dhe reagime ndoshta pas këtyre vendimeve. Pra do të ketë një mbledhje të gjyqtarëve nesër edhe të prokurorëve, ndërkohë që avokatët kanë bërë me dije se do të bojkotojnë deri të premten gjitha seancat. Në fakt ka një mbledhje të gjyqtarëve, të përgjithshme të gjyqtarëve dhe gjyqtarët në rastin konkret kjo mund të quhet një mbledhje e jashtëzakonshme, pasi mbledhjet e përgjithshme e gjyqtarëve janë vetëm për të zgjedhur anëtarët për në KLG, por në rastin konkret situata emergjente ka bërë që të thirret një mbledhje e përgjithshme dhe kjo mbledhje të ketë në fokus sigurinë e jetës së gjyqtarëve në të gjithë vendin dhe sigurinë e tyre në familje, por në mënyrë që ata të japin drejtësi. Pra në këto momente edhe vetë gjyqtarët shprehen të shqetësuar sa i takon jetës, punës dhe kushteve në cilat ata punojnë. Pra duhen masa më drastike në fakt sa i takon kësaj situate të krijuar dhe pas kësaj ngjarje të rëndë, pasi janë ngjarje në fakt që reflektojnë në shumë dimensione dhe edhe ndoshta edhe mund të përkeqësojë situatën për jetën e shumë gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët kanë çdo ditë të bëjnë të paktën me probleme, ku padyshim siç dhe e thon edhe vetë gjyqtarët dhe prokurorët në një çështje civile ose në një çështje penale, padyshim që do ketë dhe palë të pakënaqura dhe nuk është kjo rruga në fakt që duhet të zgjidhet këto probleme. Pra, gjyqtari duhet të jap drejtësi, por në kushte ku ka presion dhe ngjarje të kësaj natyre, ndoshta drejtësia do të jetë e munguar. Ndërkohë, Keti, janë mbyllur homazhe, trupi i pajeti i gjyqtarit Kalaja do të niset drejt Shkodrës, dhe atje do të ketë homazhe dhe më pas do të përcillet për në banesën e fundit, apo jo? Po, në Ertil, siç e shihni, janë momente shumë prekse, pothuajse të gjithë gjyqtarët, prokurorët janë duke parë në këto momente trupin i cili po niset drejt Shkodrës. Në fakt, siç e theksova dhe më herët, edhe të gjithë kolegët e tyre dhe ndoshta gjithë prokurorët dhe gjyqtarët dhe ata do të jenë pjesëmarrës në qytetin e Shkodrës. Pra ata do ta ndjekin dhe në qytetin e Shkodrës për në ceremoninë e fundit ku do të kryhet edhe varrimi. Pra janë familjarët, por ndërkohë që janë edhe të gjithë gjyqtarët, të gjithë prokurorët, të gjithë të cilët në fakt kanë ditën e sotme kanë braktisur edhe detyrën, nëse mund të themi, kanë pezulluar të gjitha gjyqet në gjykata, në të gjitha rrethet kryen vetëm masat e sigurisë dhe ndërkohë që të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët janë aktualisht në këto momente në shesh ku po përcjellin trupin e ndjerë të gjyqtarit Astrid Kalaja. Janë momente prekse në fakt, të cilat ndodhin ndoshta rrallë dhe ndoshta jo vetëm në Shqipëri, por dhe në vende të tjera dhe në botë ndodh rrallë që të vritet një gjyqtar në krye të detyrës. Rasti Astrid Kalas është një rast nga më të rrallat, mund të them, në sistemin drejtësisë që do të lëri gjurmë padyshim në të gjithë punën që do të bëjnë gjyqtarët dhe prokurorët. Në fakt, fatkeqësisht do të ndikojnë ndoshta edhe jo për mirë. Mirë, Keti, do të qëndrojmë dhe pak momente me këto pamje, ashtu siç edhe ju raportuat, sigurisht që është një ditë zije, një ditë e rëndë për të gjithë shoqërinë, padyshim për familjen, për kolegët, për sistemin e drejtësisë, po për mbar shoqërinë është një këmban alarmi për këtë ngjarje të rëndë
që ndodhi. Janë mbyllur homazhet në Pallatin e Kongreseve. Homazhet u mbajtën për rreth 2 orë nga ora 9 deri tani dhe trupi i pajet i gjyqtarit Astrid Kalaja do të niset drejt Shkodrës. Do të zhvillohen edhe në Shkodër homazhe dhe më pas do të prehet për në banesën e fundit. Shohim nga këto pamje pjesën më të madhe, pra të shohim janë gjyqtar, prokuror, njerëz të sistemit të drejtësisë, kolegë, miq të afërm të gjyqtarit Kalaja, cilët siç është shpreh edhe kolegja Keti Banushi, edhe ata do të shoqërojnë Arkmortin drejt Shkodrës për t'i dhënë lamtumirën e fundit kolegut të tyre, gjyqtarit Astrid Kalaja, i cili u vra në sallën e gjyqit në gjykatën e apelit këtu në kryeqytet. Ndërkohë që alarmi dhe këmbana alarmi është dhënë nga vetë drejtuesit e institucioneve të drejtësisë mbi sigurinë në gjykata, mbi mungesën e infrastrukturës, siç u shpreh edhe zoti Bami, kreu i GKK-s, apo siguria zero, u shpreh kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Nesër thirren një mbledhje urgjente e gjyqtarëve, po kështu pritet që edhe prokurorët të mblidhen në drejtimin e prokurorit përgjithshëm Olsian Çela. Në fakt, një shkundje, le të themi, pritet një lëvizje nga ana e drejtuesve më të lartë, pra të institucioneve të drejtësisë. Ndërkohë Keti, pra, trupi i pajet i gjyqtarit të ndjerë tashmë është nisur në drejtim të Shkodrës, ku do të jenë të shumë dhe kolegët që do ta shoqërojnë për ta përcjellë për banesën e fundit. Padyshim të gjithë kolegët do të nisen drejt Shkodrës për ta përcjellë deri në banesën e fundit, por ndërkohë, siç e theksuat dhe ju, ka një kamban alarmi ku prokurorët dhe gjyqtarët kanë njoftuar që do të mblidhen për të vënë të paktën për të shtyrë më tej ato kërkesa që ata kanë pasur. Duhet thënë që kjo nuk ka qenë një ngjarje e cila nuk ishte e paralajmëruar. Sa i takon shkresave që kanë ardhur dhe ose që janë bërë publike nga Këshilli i Lartë gjyqësor, ajo tregon një korrespondencë dhe një kërkesa të vazhdueshme të gjyqtarëve, të cilat në shumë raste ngelen në sirtar dhe nuk bien në zbatim derisa jemi në këto momente. Por edhe prokurorët nga ana tjetër, jo në pak raste kanë kërkuar mbrojtje për vete dhe për familjarët, dhe kjo në saj të kërcënimeve që kanë marrë, por tashmë situata është bërë më e rëndë me këtë ngjarje kriminale, kur një person deportohet deri në sallë të gjyqit, atëherë rrezikohet jeta e çdo gjyqtari dhe çdo prokurori që tenton të bëjë drejtësi. Pra kjo është ajo që i ka bërë gjyqtarët të braktisin punën këto 2 ditë dhe të merren dhe të nxjerrin, të analizojnë situatën për të marrë vendime të rëndësishme dhe jo vetëm gjyqtarët, por edhe avokatët, dhe si që u shpreh Max Haxhia, kreu i dhomës avokatisë, duhet nisë një analizë edhe nga vetë avokatët. Janë avokatët ata që u japin shpresa në shumë raste palëve, të cilat më pas kur nuk ndodh ashtu siç u është shpresuar, sjellin këto situata kaq të rënda, si në rastin konkret. Pra është një analizë që duhet të jetë si për gjyqtarët, si për prokurorët, si për avokatët, por dhe për institucionet e drejtësisë, të cilat në shumë raste bëjnë vetëm rolin e postës që dërgojnë informacione, por nuk janë ato që mund të marrin vendimarrje dhe të mbajnë përgjegjësi për atë çfarë u takon, pra jetën e gjyqtarëve dhe sigurinë e sallave të gjyqeve, që është gjëja më minimale në një sistem drejtësie. Ndërkohë krerët më të lartë të shtetit, që nga presidenti, kryeministri apo dhe ministrat kabinetit qeveritar kanë zhvilluar homazhe, por nuk është se kanë dhënë ndonjë mesazh apo kanë folur për mediat. Në fakt, i kemi tentuar të gjithë, që nga presidenti, që tek kryeministri, tek krerët e tjerë, pak të ministra që kanë ardhur, përveç ish ministrit të drejtësisë Ulci Manja, i cili foli edhe si ish koleg, por edhe e quajti dhe ai situatën alarmante, në fakt që duhet të ndërhyrë. Të tjerët nuk kanë preferuar të flasin, të paktën të japin deklarata, por
të shpresojmë që të veprojnë, megjithëse nuk kanë preferuar të flasin, të veprojnë në sajt të sigurisë dhe të ndërtimit të godinave për që të jenë dinjitoze për një gjykatë të posaçme, për një gjykatë të lartë, për një gjykatë të apelit, për një gjykatë dhe një prokurori ku pritet të jepet drejtësi. Mirë, faleminderit Keti Banushi për gjitha këto informacione në këtë raportim të drejt për drejt.